Laerti tregon të vërtetën për gjestin në Big Brother VIP. Fitoi pa bërë asgjë. Lart Vasili, i cili u rendit i treti në finalen e madhe të Big Brother VIP, ishte i ftuar sot në emisionin Shqipëria Live, ku ndau mendimet e tij mbi përfundimin e spektaklit dhe fituesin e këtij edicioni, Gjestin. Megjithse e pranoi se fitoria e Gjestit ishte e merituar në mënyrë absolute, Laerti nuk nguroi të shpreh edhe kritika të forta në drejtim të tij. Ai theksoi se gjatë qëndrimit në shtëpi, Gjest Martini nuk dha kontribut krijues dhe nuk u angazhua në projekte artistike, ndonëse pati mundësinë. Ai e meritoi fitoren, shkatërroi gjithë shtëpinë, çoi një vajzë në gjendje të rënduar emocionale. Ai bëri gjithçka. Unë jam tjetër njeri. Di që është futur disa herë në dhomën e rrëfimit për të regjistruar ndonjë këngë, por nuk doli asgjë. Kishim për të shkruar një tekst për Bana King, por shkroi asnjë varg, u shpreh Laerti. Mëtej, ai përdori një gjuhë mjaft të ashpër, duke e quajtur Gjestin një analfabet funksional, dhe theksoi me ironi. Publiku paska këtë preferencë, ndaj kjo është më e bukura. Notën e mirë. Deklaratat e Laertit kanë ngjallur reagime të shumta në rrjet, duke ndarë ndjekësit mes mbështetjes për qëndrimin e tij të sinqertë dhe atyre që e shohin si një kritik të hidhur pas humbjes.